Përshkallëzimi i situatës në lindjen e mesme do të prekë edhe ekonominë e Maqedonisë së Veriut. Ekonomisti Fatmir Bytyqi vlerëson se nëse konflikti do të zgjasë më shumë, do të ketë rritje të çmimeve dhe të inflacionit. Efektet e para sipas Bytyqit do t'i shohim pas 2 javësh. Çdo shtet normal, serioz, edhe gjitha anëtarët e Bashkimit Evropian, por edhe shtete tjera që marrin pjesë në Evropë, kanë rezervat e tyre për një periudhë kohore. Ne i quajmë rezerva shtetërore, por edhe rezervat në sektorin privat që janë të domosdoshme për t'i pas çdo furnizues, duhet të ekzistojnë. Në Evropë këto rezerva janë deri në 90 ditë, në Maqedoni janë deri diku në 40-45 ditë, kështu që çdo konflikt afat shkurt mund të ketë implikime në çmimin, luatin e çmimeve, por jo në sasitë ose në furnizimin. Çdo konflikt i cili mund të zgjatë pak më shumë se 40 ditë po e them, do sjell detyrimisht probleme në furnizim. Sipas ekonomistit Abil Baush, edhe nëse konflikti përfundon brenda 2 javësh, tregu nuk do të mund të stabilizohet, pasi brenda disa orëve çmimi i naftës është rritur rreth 10%. Kur ne mendojmë që këtë vit do jetë viti kryesor për rikuperimin e ekonomisë, ne përsëri kemi krizë, se nuk do të kemi krizë energjetike. Do thonë, shifet kjo krizë, për arsye se brenda disa orëve çmimi i naftës u rit për 10%. E tash përsëri edhe ato 45 ditë, të cilat mund të shfrytëzojmë këto rezerva të naftës, përsëri nuk mund ta stabilizojmë tregun tonë në të ardhmen me çmimin, në qoftë se të themi pas 2 javë mbaron lufta. Faton Halili shpreson se pasojat nga konflikti në lindjen e mesme të jenë minimale dhe afatshkurtra, por paralajmëron se nëse lufta zgjat, qytetarët dhe vendi mund të përballen me probleme serioze ekonomike. Qytetarët e Maqedonisë nuk e kanë brengën se do të kenë ndonjë problem ushtarak ose ndonjë invazion. Qytetarët e Maqedonisë sot dhe sa vite me radhë, mund të them edhe prej kohës së pandemisë, brengën dhe hallën më të madhe kanë aspektin ekonomik. Shpresoj që pasojat do të jenë minimale, nuk do të jenë afatgjate, po nëse lufta prapë e potencoj, vazhdon. Atëherë vaj halli për qytetarët tanë, vaj halli edhe për gjithë ne, të cilët sigurisht do të ballafaqohemi me problematika shumë të rëndësishme. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit, ku kalon rreth 30 deri në 40% e tregtisë botërore të naftës, sipas ekonomistëve do të ketë pasoja të mëdha në ekonominë globale. Sipas tyre, ndikimi nuk do të prekë vetëm Europën, por edhe shumë vende të tjera që varen nga furnizimi dhe tregtia ndërkombëtare e naftës.